Kjo është kënga e parë që po bëj për ty. Por ti s'mundesh ta dëgjosh edhe të më thuash nëse të pëlqen. Ke filluar të më mungosh dhe sa herë më thoje Birim, jeta do na ndaj një ditë. Ëndra jote duhet të vazhdoj. Unë nga qielli do të mbroj. Dhe tani që viti I ri po afron, dritat e bredhit s'ka kusht mi ndriçon. E s'më pëlqen askush më në balkon. Nën, më mungon. Zemra gati më pushon. Sa herë shoh emrin tënd në telefon. Do mësohem, pa ty t'jetoj. Veten unë të mbroj. Vet Jorgo Vlora. Në fakt një ndër tekstet më të ndjera që në mënyrën më të parë dhe reale të gjithë ndjeshmërinë e çdo fjale të këtij teksti, të kësaj këngës, unë e ndjej në palc. As fjalë fakt nuk kam apo pyetjen të bëj. Para se të bëj intron modeste që zakonisht bëj për ata që kam në tavolin këtu në Podcastro, mendoj që nuk kam as kohë mjaftueshëm që të bëja prezantimin si duhet për një ndër artistët, për një ndër njerëzit që ka kontribuar në emocionet e një kombi, në trashëgiminë kombëtare emotive. Dhe këto ata që kanë qejf të kodifikojnë fjalët e mia, kur merren pastaj le të merren. Kam një nder të jashtëzakonshëm, personal ne këtë e kemi kaluar këtë të jashtëzakonshme, por për ata që na shohin këtu në Podcastro, kam një nder të jashtëzakonshëm që sot të ndaj disa minuta me Piro Çakon. Piro, mirëmbrëma. Ka së mirë se të gjeta, përpara se të fillosh do të bëj pyetje. Si quhet, si e ke emrin? Emri im është Klevis Bega. Profesioni? Liberal. Vazhdojmë tani. I martuar. Kjo është një këngë I penduar, një këngë që kemi konkuruar unë dhe Pirro në 2009. Një këngë që na lidhi shumë, domethënë. Një këngë që na lidhi vërtet shumë. Na dha domethënë vërtet një disa kujtime të jashtëzakonshme. Unë I ruaj gjithmonë ato kujtime. Edhe në radh parë një herë, domethënë, unë aty gjeta jo një koleg, por gjeta një mik shumë të mirë, gjeta një djalë shumë të talentuar, I cili më kishte përveç talentit, kishte shumë karakteristika që mund të bënte atë që bën sot. Po të kishte më pak stika I karakteri asaj kohe. Ndoshta gjërat do të kishin qenë më mirë. Po, me stika I meritur. Dhe në stik do të shkoj. Në stik do të shkoj. Po kjo. Nga hiri erdhëm edhe e bëra unë këtë parantezë, gjithsesi. Piro, unë falenderoj shumë, se kjo ishte vërtet, nuk e di nëse ti do të barazoje të gjithë. Kështu edhe unë njohitëm në bashkë. Kështu jemi njohur ty. Në fakt. Dhe në fakt s'kishte si ndodhte ndryshe, se s'mund njoheshim kot, domethënë mund të njiheshim kot. Duhet patjetër që pa diskutim. Që të kishte një lidhje që kishte direkt me artin. Pa diskutim. Është çështje energjie gjithë gjëja. Njeriu shkonte ai njeriu që I përket në një mënyrë ose në një tjetër. Gabime kemi bërë vazhdimisht gjatë gjithë kohës në miq, në shok. Patjetër. Zhgënjime. Ne vazhdojmë. Ne jemi mosha 2-3 vjet lozim bashkë dhe ti ende unë jam 41 I bëra, ti je 44 vjeç I bën. Ende ne kemi zhgënjime. Ne ende kemi zhgënjime shoqërore, ne ende kemi zhgënjime njerëzore ndaj njerëzit. Po dhe njerëzit kanë ndaj nesh, domethënë, është reciproke, sepse nuk sot në botë nuk e gjen dot domethënë njeriu perfekt, domethënë është një çështje komplekse kjo punë. Kështu që më fal, më thonë regjia nuk do të përplasim duart në gjërat se mikrofonët janë shumë ndjeshëm. Po thoja që mos bërtisni më. Se miku filli, po thoja që po komplimentoj, po merreshi me njëri tjetrin, sa I mirë ti sa I mirë. Po, sa I mirë. Plus minusa ty ish. Po. Piro, unë jo më kote nisa me tekstin e këngës tënde të fundit që ka vetëm 7-8 ditë që në më pak ka dalë në datën 6. Ditën ku ndizën dritat, domethënë, prandaj edhe gjeta e zgjodha atë ditë. Po, I bie praktikisht sot është data 12, kështu I bie fiks 6 ditë.
6 ditë bëhen sot. Dhe më e bukur është se Më pëlqen që koha jote relative nuk kuptohet. Tani që s'është data 12. Neve besojmë që data është 12. Po. Se po e lidh me tekstin edhe unë tash u kujtova që data 12, unë që unë kam emrin Piro, kam qenë pak gëzuar dikur Në datën 12. Datën 12 me Shën Spiridon dhe si e kisë s'ma ka uruar asnjëri sepse s'ka kusht më. Më ja ta uroj unë. Mamaja s'është më që ma uronte çdo vit. Kështu që edhe babai, kështu që patjetër që ato janë fjalë zemra, janë fjalë që nuk më kanë dalë nga shpirti dhe mbi të gjitha janë fjalë vërteta. Sepse tek ajo poezi do thoya, janë bisedat e fundit që unë bëja me të. Ajo e dinte që unë isha një natyrë, domethënë shumë emotive, shumë emocionale dhe i përjetoja gjërat keq dhe e dinte që me ikjen e saj unë, domethënë do të vihesha me shpatulla për muri, se thosh se mpa dhe në momentin që humba babain. Edhe gjithmonë thoshte që duhet bësh më i fortë, më përgatiste, ke parasysh se një ditë birë do ndahemi, e kupton? Unë nuk e pranoja këtë gjë. Më thoshte që një fjalë pra këto ishin fjalët e para që, domethënë që unë munda të shkëpuz nga bisedat e fundit që bëra me të. Po më thua që është praktikisht është një përjetim i vërtetë. Domethënë faktikisht ti thua kjo është kënga e parë. Këtë nuk e kam, këtë nuk e për ty. Këtë nuk e kam bërë bisedë, sepse ajo deshte gjithmonë që unë të bëja një këngë, po unë nuk e shikoja dot, nuk e pranoja dot që ta bëja këngën për maman time duke qenë gjalla ajo, sepse ajo për mua këndonte çdo ditë. Kështu që unë nuk kisha nevojë që t'i bëja këngë asaj se më frymëzonte. Dhe mbasi ajo nuk jetonte më, unë ula shumë shpejt që të shuaj si thosh atë dhimbjen time, se artisti gjithmonë e ka është sensibël edhe do ta gjej një mënyrë për ta shprehur ose për t'u mbrojtur si thosh edhe nga këto sulmet, ke parasysh psikologjike, sulmet që shkojnë zakonisht në zemër, njerëzve që humbin njerëzit më të afër, siç është mamaja dhe babai. Dhe ula gjeta e pashtë të udhës që thash hodha disa vargje, pra vargjet e mora në kronologji. Dhe thash kjo është nga e parë që bëj dhe ti nuk e dëgjon dot, gjë që nuk e kishim diskutuar bashkë, biles mora vesh nga ato njerëzit që e ndihmonin her pas here që i kishte thënë që ajo gjithmonë thoshte si se bëri një këngë për mua ky. Dhe këtë ma than mbasi unë e bëra këngën, domethënë mbasi doli kënga, edhe po sigurisht që ajo do ta dëgjonte kur atë këngë, se unë s'do bëja këngë domethënë duke pas maman time e gjallë, thashë ajo këndonte për mua, këndonte për të në biseda, në dashuri, në jetë, pra gjithë jetën, për jeta jonë ishte një këngë, nuk kishte nevojë se unë ti thoja mamas time që ti je më e mira në botë duke bërë një këngë. Po në momentin që ajo nuk ishte më, unë deshta të shpreha disa gjëra, të cilat dhe kjo këngë në fakt nuk shkon vetëm sigurisht për maman time, por unë jam përpjekur që kjo këngë t'i preki edhe njerëzit, sepse ky është një diçka, ai që maman humb alatin më të madh, mendoj unë, që ka në jetë. Dhe e fillon shkon në betejë për herë të parë pa mburoj. Kështu që kur e ke nuk e kupton, por kur se ke, prandaj në fund fare them që do mësojmë pa ty të jetoj, them, dhe veten ta mbroj. Po këtë frazë nuk e kisha kuptuar sa ishte gjallë. Po prapë unë kuptova që në atë moment për herë të parë kuptova që aty që më shikonin më pan vetëm. Dhe unë ndjeva vetëm. Dhe kjo, si më thonë, për këtë frazë reflektova më vonë kur bëra këngën, reflektova që ishte një frazë me shumë vend, se po mos më kishte ndodhur, nuk do ta kisha kuptuar. Dhe kam marrë shumë mesazhe ku njerëzit një mesazh që ishte shumë interesant dhe që e përforconte atë, se unë nuk e kuptova se çfarë thash që do mbroj veten, po thash vërtet e thash ta mama, po mos lejthita, si më thënë. Në fakt mesazhet që më kanë ardhur janë, domethënë e mbështesin shumë atë frazë, dhe më i forti është që thotë kam humbur maman që para 25 vjetësh dhe akoma nuk di të mbrohem, Pra unë thash një gjë të vërtet, e cila mua menjëherë më erdhi në ndjesi 3-4 ditë mbasi ajo iku. Kështu që
Pak a shumë ky tekst është një tekst që prek, është një duf që unë nxjerr nëpërmjet një bashkëbisedimi me maman time, por që në fakt i prek gjithë, sepse vim tek fjalët e refrenit, për shembull, dhe tani që viti i ri afron, që mos zgjatet shumë, por në fakt është histori e bredhit, ka kush mi ndriçon. Po, pse më erdhi kjo ide? Sepse ajo mbante gjithmonë, kisha bler një pemë jetë, mbante afër te koka. Edhe kishte 5 vjet, dhe ka pas probleme domethënë shëndetësore, dhe unë gjithmonë përpiqesha në spitale, gjëra, dhe i kisha bler një bredh, sigur po jeste, sigur çdo vit me një fjalë, domethënë sigur e ruante Zoti, e pema jetës. Dhe për herë të parë, mbas 5 vjetësh, më thot Obir, kjo pema, thot, se po e shikoj, thot, sikur janë fikur drita, thot, kanë ngel shumë pak ndezur. Dhe unë ngela për një moment, sepse e kapa mesazhin që çfarë deshte të më thoshte ajo, dhe domethënë pata një dritërim. Edhe si thash unë, dhe u afrova, dhe vërtet kishte drejt, domethënë aty kishin ngel vetëm 20% të dritave, ato ishin djeg nga çik, ishin drita lehtë, të pemës jetës. Dhe thash po iki, po thash po e blej një pemë tjetër, dhe shkova pyeta në magazin dhe më thanë që s'ka ardhur furnizimi sepse ishte fund shtatori. Edhe pastaj unë isha për në shtëpi dhe dola nga logjika e saj se s'më shkoi mendja, domethënë nuk isha fatalist, por që një mesazh e mora. Dhe mbas një jave ndodhi ai iku shumë shpejt, dhe automatikisht kur isha në piano më kujtua kjo pema e saj, dhe thash që tani thash që ajo s'është më s'ka kusht më ndezi dritat e bredhit. Ke parasysh, ato ishin gjithmonë të ndezura dhe unë ja mbaja ndezur dhe ja mbani njëri tjetrit të ndezur, dhe ato u fikën njëri për gjithmonë. Sigurisht u fikën për mua dhe për atë, sepse unë do t'i mbaj gjithmonë dritat të ndezur për fëmijët e mi, për familjen time, për shortën time, për gjithë njerëzit që më rrethojnë, ato drita do t'i mbaj gjithmonë ndezur, sepse është ajo është jeta që do vazhdoj patjetër. Por në të njëjtën kohë, dhe pastaj vin tek balkoni, ajo gjithmonë thoshte më përcillte në balkon. Kohët e fundit s'kishte më fuqi. Edhe herën e fundit që më përcolli nuk ma bëri me dorë, po ma bëri kështu. Ik. Domethënë që unë ideja është domethënë që fluturoj lirë, si më thon, dhe domethënë ki kujdes, domethënë se unë nuk do jem dhe ma bëri kështu, dhe ajo aty kuptova që s'do më përcillte më, dhe vërtet nuk më përcolli më. Ndërsa fjalët e telefonit ishin mbas, sepse unë instiktivisht fusja dorën në xhep, ato ditë edhe top. Edhe s'kisha ku të përplasja kokën për të thënë, për të qarë një hall, një gjë, ke parasysh ato halla që qahen vetëm me maman, ke parasysh. Dhe të gjitha këto më mblodhen dhe më dolën instiktivisht, sigurisht paralelisht duke shkruajtur muzikën, një frazë muzikore, duke gdhëndur një varg, por që janë vargje thjesht, nuk është se kanë bërë një filozofi të madhe, janë thjesht vargje që kanë lindur nga bashkëbisedime që kisha me atë, dhe nga si rrjedhoj, domethënë atyre gjërave që ndodhen, pra ajo që më tha për dhimbjes. Kështu që kjo ishte historia e shkurtër e kësaj kënge. Kënga është pritet mirë, domethënë kjo sigurisht kjo është një këngë që s'mund të pritet mirë, kjo vetëm pret me dhimbje në fakt. Po njerëzit çuditërisht kanë gjetur një diçka është kjo kënga, kjo është një këngë ngushëlluese. Unë kam menduar të bëj një këngë që të jetë ngushëlluese. Domethënë unë kur e bëra këtë unë ndjeva i ngushëlluar, se e dëgjoja rrugës, edhe më duket sikur kisha bërë jo detyrim, po kisha bërë një gjë që më ngushëllonte ndaj mamas time. Pra kënga në vetvete, domethënë të bën të reflektosh që për terapist. Është një lloj këngë, është një lloj terapie. Jam përpjekur, po nuk e kam bërë me qëllim, po aty domethënë aty është, ajo është ideja kryesore që unë mora nga mesazhet. Kështu kaq, nuk mund të them ndonjë gjë tjetër për këtë këngë. Shpresoj që në perspektivë të kem këngë bukura, të kem këngë për jetën, dhe do të vazhdoj. Pasi 2 luftim nga një gjendje te tjetra e ke kthyer. Ajo thoshte që duhet ta vazhdosh të ëndrrën tënde, dhe unë nuk do bëm qaraman, domethënë që vazhdoj dhe të por ama bëj qaraman. A qanti vetëm për vëmendjen e saj? Po qaj, patjetër që qaj. Edhe sot isha dhe qava, patjetër, po nuk e dija që ishte 12 dhjetori dhe pas kanë shku tamam, ke parasysh sikur më ka thirrur. Se nuk më kujtoj njëri që është 12 dhjetori. Prandaj që ja gjërat pra Perëndia i bën edhe i bën ashtu siç duhet. Perëndia? Po. Pse? Ka një Perëndi që ti beson? Jo, po është si më thon, shikoj, tash që të flasim në vërtetë, unë jam rritur në një epokë tjetër. Në një epokë ku duke ne nuk kishte thoj në libra që feja është opium për popullin. Dhe unë kam studiuar shumë këto marksizëm, leninizëm, gjitha kemi dhënë provime në për këtë dhe kemi marrë duke thënë të kundërtën. Se ashtu ishte. Dhe ashtu e mendonin ata që dhe ne kemi mësuar në ato teza. Unë kur them Perëndia e them
nuk është se unë e ndjej dhe por e ndjej dhe e them domethënë me 100% siç mund ta thotë një që e qartë, një besimtar apo një para 200 vjetësh që janë neve kemi pas një rupturë de stock thot francezi, pra 50 vjet na kanë shkëputur atë gjën. Prandaj, domethënë kur e them kështu Perëndia, unë dhe kryqen nuk e di ta bëj tamam, por në një njëjtën kohë besoj, pse besoj? Sepse dikush më pyeti, ora tha, ke frikë nga vdekja? I thash, shikoj, thash, vdekja është proces, por unë ngushëlloj me i fakt, thash, që në 5 milion vjet unë s'kam qenë, thash. Kështu që po, sa ka qenë sistemi, ku kam qenë? Një 200.000 jo, po ku kam qenë? Kam qenë me në vend ti dhe unë. Jo. Kështu që ne thjesht na ka sjell për 70-80 vjet dhe kështu që luj vendi, çfarë 70-80 tua? Unë duhet të jetoj 150 minimumi. Pra çështje kohë është. 70-80 do të na në taksi elektrik. Kastro, është çështje kohë, koha nuk blihet vëlla. Mbaj 150-200, ajo kalon. Kalon koha. Se kalon koha dhe për Pirro Çakun? Koha kalon për gjithë. Po që për mesazhin që mund të jap, ndoshta mesazhet e mia ndoshta edhe mund të mbetet në një gjë e vogël. Por që kjo është ajo historia ime që them që nuk e pse të kesh frikë. Kupton, biles një miku im tha një gjë shumë bukur që tha se kishte dëgjuar një herë, tha po të njëjtën pyetje i bëri, që ke frikë nga gjë se aty vjen një farë moshe dhe domethënë kot, domethënë to njerëz domethënë bëjnë si të fortë, kupton, po në fakt domethënë koha afron edhe se ku ndihet ndryshimi i një burri që është 30, 40, 50, 60. Po ndihet. Si ndihet? Ku në cilat aspekte? Nëse shkurt muhabeti se ti do të ngacmosh, po do të them këtë tjetrën që pyeti i tha, ke frikë tha? I tha, pse të kem frikë? Unë ndjej vetëm me fat, tha, se imagjino tha, mamaja ime me babain tim tha kanë qenë bashkë tha 40 vjet tha. Dhe tha nga gjitha ai raport që kanë pasur tha, vetëm unë erdha në jetë. Miliona janë kanë ikur, unë kanë ikur bosh. Kështu që tha, unë tha pse duhet të kem frikë tha. E kupton? Ti e ke përmbushur misionin tënd? Jo, akoma. Dhe janë 100 vjet pak. Jo, për jetesën nuk e dim, sepse çdo gjë ndodh, e kupton? Unë se kam përmbushur si artist, mendoj që kam akoma për të dhënë. Them aty, kam dhe amanetin e prindërve që më kanë thënë që sa të kesh frym, duhet të bësh muzikë, atë që di të bësh më mirë. Kështu që mendoj që kam akoma për të thënë, kam dhe një pjesë. Pirro Çako, a je ndjeni ti që a je në djeni që je simpatia e shumë vajza 20 deri në 30 vjeç? Këngët e mia ndoshta, po unë ti, nuk e di. Ti je si figurë. Ngrit dorë një gos 20 deri në 30 atë kush e ka që Pirron, opa ngriti. Tek pull femra ajo. Ti nuk je femër. Po nëpërmjet këngëve të mia mendoj, jo Pirron personalisht, se këngët janë ata që kënga është tash e mia. No. Pirro ka shumë vajza 20-30 që fantazojnë në mënyrë erotike dhe për ty. Jo, se besoj, po. Nëse. Kjo është unë s'kam se t'ia di vlerën vetes, vlerën do t'ia vënë të tjerët. Në lidhje se si je ti. Jo, çka ke lënë. Po pra, vlerën në vend të tjerët. Kujdes, mos e ndërlidhim me vajza 20-30 vjeçare. Jo, flas për ato, flas përgjithësi që vlera nuk ja vë dot ti vetes. Nuk është vendimi jot që vendos mbi kastrën. Është mendimi të tjerëve. Sepse ne jetokemi për të tjerët. Jo, absolutisht s'ka lidhje. Ne jetojmë për veten tonë rreth par, por ajo që çka ti jep shoqërisë, ja flas për shembull rasti im që bëj muzikë. Vërtet mund të kenë simpati, mosha të ndryshme, se janë vetëm vajza, janë gjitha. Edhe djem nuk merre mund. Jo. Edhe mbasi mos jem unë në këtë jetë, nuk do thon për shkakun që iku ky dhe s'ja kemi më qef këngët. Si duke kot ku të ru, s'di ku shkoj. Cusë prap jam unë se ajo një bohem nuk e do. Sa të desh e shpirt të s'mund t'a dish, të vollën ty pavesisht. Me dhije, bezdimje pa fund. Sa e lumë të rje, unë se di me atë që jeton. Mund t'a blej ty edhe botën vetëm zemrën jo.
shkret tani streha jon, dhe luksi ngrit në gjunje ton, si në muze, si e gjokon. Unë jeti pas jam vërtet, po në ndresho vete mbrit, në përpape të më mishtar qoju në si mondit. Ti po vlejta një gjokonda ime, shiu si det, mi mua zbrazet, as rupec më vrasin do, se ka një zot. Si është raporti jot me Antonin? Shiko, raporti me Antonin ka qenë të flas sinqerisht, ka qenë një raport deri themi mbasi kaloi 18 vjeç, ka qenë një raport i mirë. Edhe pse ai jetonte në Paris, po ne Po mbaj mend, unë e njoh Antonin vogël fare. Ne kemi net bashkë. Do jem gjithmonë i hapur, Astro. Për mua s'ka rëndësi, ti mund të ishe edhe në dajt tash, domethënë në një vrim apo në një studio. Jo, më që jam një ndër studio më të mira në planet. Unë do kisha mund të shihni tavolinë dhe karriket sa të bukura sa të mira. A ju futur gjithë pjesës tjetër. Ke pasur raste për ndjekje të forta nga fanset? Tani për ndjekje të forta. Ndjekje. Ja. Ku je Pirro? Do të çoj krevat. Jo. Pirro. Asnjëherë s'm ka ndodhur kjo gjë. Asnjëherë fare? Jo, absolutisht. Kështu simpati, në një shikim, në një gjë që e gjëra kretë normale, po që më përndjekje, ja. Ja ke ndruar ato pampersa djalit vogël? Patjetër, unë biles... Mos të e patjetër kota shi. E di pse, unë kisha eksperiencë, tash ja ndroja më thjesht. Pa, me Vivian që më shkruana, ku është o Pirro. I kanë shkruar, do t'i bëj. Ke patur në një gili vili me në një fanse? Po sigur ma bërja këtë pyetje më. Jo, ajo ishte atë ka për ndjekur. Kjo është gili vili. Gili vili like it chill. Gili vili mund të kem pas me dikë që domethënë kam pas një lidhje, po me fanse ja. Një material nga Pirro Çako është vule suksesit dhe me siguri të vinë shumë artistë për të kërkuar ti zgjedh ku t'ja jep nderin apo kush, pra, që të punoj me ty apo kush pagon më shumë. Po, ti e di si jam unë? Unë e di, po këta nuk e din. Unë zakonisht tash kam punu për shumë artistë. Kam punu edhe për vete. Po nuk e kam të lidhur shumë, si më thonë me atë anën ekonomike. Mbi të gjitha kam qef kur punoj dhe mbri një sukses, pra i bëj një këngë për një artisti, për mua ajo është, si më thonë, challenge që unë kam. Pastaj normal se edhe ana ekonomike, se ka i gjë, Kastro, që nëse ti punon edhe nxjerr të ardhura, i bie që pasi s'punon dot më, se thuj që ç'të punoj, këtu s'kem më motiv. Pra duhet patjetër që kjo të përkthehet në një benefic që ti qoftë edhe për veten time, se unë kur punoj për veten time, duhet të hedh një videoklip, duhet të bëj një këngë, duhet të shkoj në një studio. Janë harçe, janë shpenzime. Këto mund tash, domethënë, i kompensoj duke marrë, domethënë, duke ato royalties në për rrjete gjëra dhe materiale që ti ke punuar. Por që nuk është qëllimi im ky, dhe shumë artistë, domethënë, që mund ta dëgjojnë këtë intervistë, e dinë i fjalë që shpeshherë jam kënaqur, domethënë, me pak ose duke bërë dhe dhurata. Edhe ne këtu pranojmë dhurata, me thënë drejtën. Është fare problem. E hapi Crown e Ndriku fare, e hapi. Për çunat mendo për Ndriku një material. Kemi dëgjuar që duhet me shit veshkën me bë një bashkëpunim. Pirro. Me kë? Këto janë bashkëpunime ty është. Kush e ka thënë këtë? Ndrikun lini një takim, merri një mirë. Qa janë miqtë e mi, domethënë, patjetër që unë kam qenë gjithmonë. Nuk je mik, nuk merr lek, nuk merr këngë. Çfarë them, shit vazhdo me planet veshkës. Me që jemi në periudhë festivalesh. Po se do riun pres një vit, 2 vjet për të nxjerrë një gjë që jo, ndoshta për të punuar për dikë tjetër. Pena, muzika jote është e domosdoshme mendoj. Shkruaj për shumë artistë, po. Sot, domethënë,
nuk ke kohë që të presësh. Festivale. Po, mund të bësh një gjë, po, domethënë ndërkohë që është një vit që kalon, ndërkohë ti mund të kesh bërë 20 këngë. Nësa dikur nuk shkoje dot, domethënë ishe i detyruar të kaloje nëpërmjet festivalit. Sot je njëri që apo me inteligjencën, ka ndodhur shumë gjëra. Sot po dalin studio të shloje, ti mund të prodhosh po të duar sot, shumë lirë, mund të prodhosh në muaj, se s'po them që ta abuzosh. Ti mund të prodhosh 3 këngë. Atëherë, që ta përmbledh. Nuk po të pyes për shembull me që kush është festivali më i mirë për shembull? Po festivali më i mirë është ai që ka këngë, valla. Po s'ka këngë çe. Kush ka këngë më të mirë është festivali më i mirë. Këngët e bëjnë festivalin, nuk e bën festivali këngën. Qofse s'ka këngë, s'ka festival. Është fshet ajër. Pirro sërish për baba, Andi është i rigjeneruar nga kjo jetë e re. Patjetër, që ndjehemi i rigjeneruar. Patjetër. Ka më adrenalin, ka më shumë motiv për të jetuar, ka më shumë motiv për të dashuruar. Patjetër, sepse dashuria, domethënë kur do dikë, bësh dhe xheloz nga herë. Pra, nuk je kështu hajde se tash i marrova me të punët, po ris nipi. Edhe po ri, nëse kur je në familje, është ajo adrenalina e brendshme, domethënë që ti do të kesh frenat prap gjithmonë si dikur. Ke parasysh? Edhe kjo të bën që, domethënë, të bën që të kaloj koha duke u okupuar, domethënë dhe duke të mbajtur në update gjithkohës. E kupton? Kjo është një gjë shumë e mirë, se domethënë bie që unë s'm ka ngordh nervi akoma. Kjo është gjë shumë e mirë, sepse jo, po nuk do të thotë gjë, ka disa nerva njeriu, kupton? Ky lloj nervi nuk më ka ngordh, dhe ky nervi më mban gjallë edhe në krimtari. Shumë i rëndësishëm. Në raport pastaj nuk po ta krahasoj midis çunit të madh dhe çunit të vogël, se janë different, janë dy botë ndryshme në. Janë. Ky i vogli nuk e ka krijuar akoma botën. Ky i vogli, domethënë, do ta krijojë botën. E ti dhe unë shpresoj që të ketë një botë madhe. E uroj me gjithë zemër. Ndërsa për djalin e madh, patjetër që e ka krijuar botën e tij, ka një botë të jashtëzakonshme, do thoja, është një djalë që ka shumë kulturë, shkruan shumë bukur muzikë, dhe së shpejti do ta dëgjoni në rangje ndërkombëtare, është dëgjuar në cover dhe ka pas shumë sukses, por ato coverat, si më thonë, i hapën shtigje të reja dhe thonë që asnjë fëmijë nuk përjeton të njëjtin. Nuk po merre fare. Nuk e lexoj Vivian këtë, jetë tendencioze. Viviani do të prodhoj. Përgjigjja ime do ishte s'ka faj, ka urdhër nga shefa më lart, prodho lajme, shkruan këto fjalë. Çfarë të bëj? Megjithatë të ul rrogën e 6 euro tjetër. Po, kjo quhet. A jeni një fazë ku bëhen disa bilance jete? Po. Patjetër. Sidomos tani që se kam as nënën, është një moment për të bërë një bilans, domethënë për të bërë një check-up të mirë, e kupton? Vetes. Dhe tash bilanci i parë që ishte e ke tek poezia. Bilanc është ai. Dhe që tregon që bilanci më rezulton që është, domethënë bilanci im është gjithmonë bëhet duke kthyer kokën mbrapa. Duke kthyer kokën mbrapa, unë shoh që në të gjitha pjesët e jetës time kam pas ato uljet dhe ngritjet. Por gjithmonë, domethënë, përveç moshës që ngrihet dhe sulet më, aksioni në bursë ka qenë kështu. Domethënë, është ulesh ngrit, po ka shkuar kështu. Se më e ke bleme, progresion. E ke bleme 100 lekë për shkakun dhe ulje ngritë, po sot është 400, 500 lekë. Shumë kripto. Sepse domethënë sa më shumë kalon koha, aq më shumë ti bilanci jot duhet të jetë pozitiv normalisht. Duhet të pozitiv sepse ti nuk je më një djalë i ri, një djalë që nuk ka eksperiencë nga jeta. Ti ditë marrësh dhe të japësh shumë herë më mirë se sa kur ke qenë 20 vjeç. Flas qartë. E kupton? Në të gjithë. Kështu që bilanci im është patjetër pozitiv, edhe shumë i thelluar, bilez do thoja, shumë i menduar, edhe shumë i kujdesshëm. Tamam Piro hyn te familja e kompozitorëve, se ashtu e kam në kokë, domethënë thelbin tim. Po që u bëra edhe kantautor, dhe u bëra kantautor thjesht sepse dola herë me babain tim që këndova diçka, edhe fillova isha ndiku dhe më urunca veta, shumë tha, urime sa bukur këndove. Shikoj unë vite zor, domethënë ishte edhe paragjykimi që kishim atëherë, çka kantautor, domethënë kush lindte të dilë një kantautor dikur. Po gjërat ndryshuan në Shqipëri edhe mëra një këngë, dy këngë, mora besim, pash që pëlqenin njerëzit edhe, si më thon,
alternova këto të dy krahat. Plus si kompozitor, si autor, pra nuk e kam këtë problem që, domethënë, unë shoh linjën time dhe është një frazë që thotë që në momentin që ti s'ke nevojë më për njerëz që të vinë rrotull, domethënë në kuptimin e këtij që të lidhin interesa gjëra, po je i vetëm, në atë moment ti s'ke nevojë për njerin këtë botë dhe je i realizuar. Po të ishe djalë, thotë kjo, nëse Pirro do ishte 23 vjeç. Po të ishe djalë 23 vjeç, do jepje më shumë? Çfarë do jepje më shumë? Vazhdon ti fjalin. 23 vjeç ti as e di vetë se çfarë mund të japësh, më shumë apo më pak. Unë e di çka kam dhënë, edhe ti e di. Po unë po isha 23 vjeç, për shkakun shkruajta një këngë e cila Dakor, unë nuk kam dhënë këtë lloj gjëre që ke dhënë ti me këngë. Kalojmë te tjetra. Po të isha djalë, do të bleja më shumë. Pra, po të ishe 23 vjeç, do të blije më shumë? Varet që në çaj epoke, i kemi epoke të ndryshme. Po tani o për si po të ishe, po mirë, po të ishe tani, do blija më shumë ça. E pra, ma thuj, çfarë? Ti do ky është si tip quiz, si gjë. Do blija më shumë. Po, patjetër që do blija më shumë. Çfarë? Çfarë do blija? Do blija më shumë dashuri. Ama. Kjo është puna, ta gjesh. Ç'kam këtu? Okej, pyet edhe herë, gjej gjë tjetër, themi gjë tjetër. Ai çot çmimi atëre. Jo, unë jam rregull, as po unë jam rregull. Jo, do blija më shumë dashuri për të dhuruar të tjerëve. Kjo është ideja. Se në moshën 23 vjeç nuk je koshient, e kupton, po do të jesh një dashuri që t'ja t'ja dhuroj atëherë. Pra, e kupton çfarë do të them? Domethënë do të jesh gjithë kjo bën pjesë tek karakteri im, pra do që të jesh pozitiv, do të jesh konstruktiv. Po të isha djalë 23 vjeç nuk do të flije shumë, do të flije më pak. Do flije më pak? Po. Se ke fjetur shumë 23 vjeç? Kam fjetur rregullisht 10 orë, se kështu ishte koha atëherë. 10 orë në ditë, 23 vjeç. Na vinin në gjumë, po. Nësa sot ke mundësi që qarkullosh më shumë qytet. Po të isha djalë i ri, do të vrisja ma pak mendjen për lukun. Po të isha një djalë i ri, do të këndoja më shumë këngë Më shumë. Për ato që kam kënduar gjithmonë për dashurinë. Dashuria kur mos vdekt. Pirro Çako. Të falenderoj shumë. Kënaqësia Castro thash është e imja. Kjo është një intervistë e imja ekskluzive enkas për Castro. Falenderoj. Dhe ato unë që kisha për Podcastro. Për Podcastro sigurisht, po. Për unë mbetesh gjithmonë Castro. Klevis Bega, profesion liberal. Unë nuk e di çfarë thuhet në këto momentet e fundit, se nuk je si të gjithë të ftuarit e tjerë, megjithatë, ku ti unë çfarë them tash, gjithë mirët e jetës e gjëra e falënderimit, ku ti unë tash nuk i them dot këto. Nuk mos i thuaj, takohemi një ditë kështu, edhe pim një kafe. Shikoj çfarë do bëjmë ne. Se unë sot pas teje ka vetëm goca. Goca të bukura, vetëm goca. Kështu që të përcjell gjithë gocat, të bëj telefon. Sa se ti përcjellesh më gjithë gocat për të takuar me Pirron. Llafi ka, kesh i sigurt, se e njoh mirë. Jo, mashtrim. Jo, përcjell gjithë gocat dhe unë dhe Pirro jemi te lagja. Neve jetojmë, t'ja them, në cilën kodër të Ballshit. Ne kemi marrë një rezidencë në Ballsh. Ku aty le të themi nën aromën e amoniakut, naftës e gjitha ne arrim të kompozojmë. Dhe Pirro që thot po, thot. Hajde. Po unë njoh mirë. Unë njoh mirë dhe nuk kam se të kundërshtoj. Falenderoj shumë. Jam shumë i nderuar që unë të kam mik. Kënaqësi. E shert si provë gjithmonë. Si mund të mbyllej më keq dhe bukur se kaq. E po kaq, nuk them faleminderit Hendrik Beba and Band në Podcastro. Neve, prit, tani, qetësoj pak atë. Ku je? Pasi këta këndojnë, neve rikthehemi pas pak këtu në Vision Plus.